Përshëndetje të gjithëve. I nderuar zoti kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Ilir Meta. E nderuara kryetare e LGI-s, zonja Klajda Gjosha. I nderuari Petrit Vasili dhe miq të tjerë, Spartak Bravo dhe gjithë të tjerët, ju uroj mirëseardhjen. Antar dhe simpatizant të Lëvizjes Socialiste për Integrim, nëna, motra dhe vëllezër, jemi sot këtu. Ju falenderoj të gjithë dhe nga zëmbra për pjesëmarrjen e madhe. Dhe ju marr një zotim, ky pallat sporti që ne shikojmë sot këtu, nuk mjaftoka për LSI-n. Do ta bëjmë te sheshi Flamurit. Radhën tjetër te sheshi Flamurit. Të më falin të gjithë që janë në këmbë, të gjithë që më falin. Në këto 4 vjet kemi treguar se dim të punojmë, dim të mbajmë premtimet, kemi punuar me përkushtim, kemi punuar me vetmojim, kemi bërë ndryshimet, kemi bërë kthesën e madhe dhe kemi kthyer standardet në qytetin tonë. Kjo është rruga e LSI-s. Kjo është puna e LSI-s dhe ky është kontributi që do japim për qytetin tonë edhe në 23 qershor. Jemi sot këtu për të shpalosur programin tonë, për të ardhmen dhe për të mirën e qytetarëve tanë. Prandaj, jemi krenar për gjithë punën që kemi bërë dhe do të bëjmë dhe të ardhmen. Jemi ne ata, jemi ne ajo forcë. Jemi ne ajo forcë që nuk kemi lidhje fare me gjithë deputetët që kanë kaluar për 20 vjet në qarkun e Vlorës. Do të bëjmë ndryshimin e madh. Jemi forca politike e qytetarëve dhe për qytetarët. Prandaj, të gjithë ata deputet që deri sot, për këto 20 vjet, me mandatin e tyre, e kanë përdorur për interesa personale, do t'u vit tur pas 23 qershorit futen në Vlorë. Të dashur miq, misioni im në politik është që të bëj një gjë ndryshe. E para njerë, të më falin sepse marr një zotim, ne si LSI, si forcë politike marrim përsipër që të jemi zëri juaj, zëri i Vlorës, i fshatit dhe qytetit në parlamentin shqiptar, të lobojmë fuqishëm për të sjellë investime strategjike, se ky popull do punë, do zhvillim, do integrim. Dhe këtë ne do ta bëjmë që vitin e parë të marrjes së mandatit. Të dashur bashkëqytetar, kështu siç jemi sot, të shtojmë radhët tona, të bëhemi një forcë madhore, të punojmë si një trup i vetëm për të bërë të mundur fitoren e madhe në 23 qershor. Sepse kjo fitore jo vetëm që i duhet Vlorës, po i duhet gjithë Shqipërisë. LSI-ja do të jetë faktor vendimtar në vendimarrjet e atij parlamenti. Prandaj, me këtë punë të madhe që do të bëjmë të gjithë së bashku, do bëjmë të mundur që objektivat tona të LSI-s që janë në qarkun e Vlorës të përfaqësohemi me 2 deputet. U bëj thirrje dhe atyre qytetarëve që nuk janë pjesë e këtij paneli, të bëhen pjesë e politikës. Se politika është i vetmi instrument që bën të mundur dhënien e kontributit të qytetarëve në shërbim të qytetarëve. Prandaj më lejoni, t'ju falenderoj dhe njërë nga zëmbra, sepse nuk dua të zgjatem, dua t'i lë kohë të madhe liderit ton politik,